Me 24 tetor, në ambientet mikpritëse të Kuqa Maslina në Tivar, u mbajt aktiviteti humanitar dedikuar fëmijëve dhe të rinjve që vuajnë nga diabeti, nga qytetet e Tivarit, Ulqinit, Tuzit, Plavës, Gucisë dhe Rozhajës. Ky aktivitet u organizuan nga shoqata humanitare shqiptare Troje Tona me seli në Amerikë, përmes dy antarëve dhe donatorëve të saj të nderuar, Dina dhe Ahmet Kurmemaj, të cilët dhuruan nga 1.000 euro për 60 fëmijë dhe të rinj me diabet. Një gest fisnik që përçon mesazhin e dashurisë, kujdesit dhe solidaritetit, duke dëshmuar se humanizmi nuk njeh kufinj. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues nga qytetet ku u shpërndanë ndihmat, prindër dhe fëmijë, si edhe mysafir të shumt, të cilët vlerësuan këtë nismë të çmuar. Fjalën e nderit në këtë aktivitet e mbajtën kryetari i komunës së Tivarit, zoti Dushan Rajçević, kryetari i komunës së Ulqinit, zoti Genci Imanbegu, si edhe përfaqësues të shëndetit publik, të cilët përshëndeten këtë akt solidariteti dhe falenderuan organizatorët për ndihmën e dhënë ndaj fëmijëve që përballen me sfida shëndetësore. Koristim priliku sve srdačno da vas pozdravim i svima onima koji po prvi put borave u ovom objektu, da poželim dobrodošlicu i u Barskoj kući maslina, domu crnogorskih maslinara, ali i očigledno domu koji se prepoznaje od strane humanih ljudi koji nastavljaju svoju humanu misiju usmjerenu prema rodnom kraju, prema Ulcinju, prema Baru, ljudima koji ne poznaju prepreke, ali i ljudi kojima je samo jedna riječ zahvalnosti sasvim dovoljno da svoje djelovanje usmjere i na druge gradove, kao što su Ahmet i Dina uradili i pored Ulcinje i Bara proširili svoje djelove i na druge gradove Crne Gore. Ponosan je Bar, ponosan je Ulcinj što ima takve ljude koji su uvijek spremni da svoje stečeno blago u Americi podijele sa ljudima u stanju potrebe, ali isto tako ponosan je i Bar i Ulcinj što ima takve patriote. Ljude koji ne zaboravljaju rodni kraj, ljude koji su uvijek spremni da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Njihova misija je uvijek usmjerena prema onim ljudima koji žive sa dijabetesom i njihovo djelovanje jest usmjereno u pravcu kako i na koji način da tim ljudima život učine lakše. Siguran sam da će njihovo djelovanje u narednom periodu i u narednim godinama biti jednako usmjereno kao i do sada i u pravcu pružanja adekvatne pomoći zdravstvenom sistemu, pacijentima, ali i svim onima koji su u stanju socijalne potrebe. Još jednom vam želim toplu dobrodošlicu u kuću maslina, upućujem znake velike zahvalnosti Ahmetu i Dini, Kurmema i svim ljudima koji su okupljeni oko humanitarne organizacije Troje Tona, koji u kontinuitetu pomažu i usmjeravaju pomoć prema Baru, Ulcinju, a samim tim i prema drugim gradovima Crne Gore. Unë kam derë që mund në këtu, në shtëpinë e Ullirit, në Tivar, t'ju drejtohem edhe në gjuhën shqipe dhe t'i falenderohem familjes Kurmemaj, t'i falenderohem organizatës Troje Tona, por gjithashtu t'i falenderohem edhe gjithë diasporës e cilës vite me radhë ndihmon për vendlindje, ndihmon njerëzit në nevojë dhe ndihmat të cilët jepet për 5 komunat, komunën e Ulqinit, Tivarit, komunën Tuzit, Rozhajës dhe Plavës, tregon Gucis, tregon që familja Kurmemaj është vetëm një shembull si duhet edhe ne në të ardhmen të vazhdojmë. Dua të theksoj se bashkëpunimi i komunës Ulqinit me komunën e Tivarit është një bashkëpunim shembullor, sepse edhe historikisht jemi të lidhur. Historikisht kemi bashkëpunime të mirë dhe fatet i kemi të ngjajshme, të njëjta dhe kështu që duhet shumë punë, por edhe rezultate që të kemi bashkëpunimin më të mirë dhe mirëqenien e qytetarëve më të mirë. Edhe njëherë ju falenderohem në këtë organizim dhe i falenderohem posaçërisht organizatës Troje Tona dhe familjes Kurmemaj për ndihmën që qytetarëve tani japin. Ju faleminderit.
Zahvalila bi se Fondaciji Troje tona i donatorima Dine i Ahmet Kurmemaj u ime Doma zdravlja Rožej, direktora Mehmeda Kurpejevića, u ime doktora Jaha Pepića i koordinatora Hadžiljajića, u ime roditelja i sve djece. Kao ljekar i kao humanista mogu vam reći da se radi o jednoj veoma osjetljivoj kategoriji pacijenata i da je meni danas puno srce zbog toga što je donacija, odnosno i fondacija imala osjećaja za jednu opštinu na sjeveru, a to je Rožaje. Humanost je jedna najljepša i najvažnija osobina koju čovjek može u sebi da posjeduje, znači osjećajnost, brigu i spremnost da se pomogne drugima. Znate kako, doniranje nije samo materijalni čin, već je i jedna poruka da u svijetu ima dobrote. Raduje me činjenica da je ove godine donatori Dine i Ahmet Kurmemaj i predstavnici organizacije, odnosno fondacije Troje tona, da su pokazali društvenu odgovornost i humanost prema svojoj zajednici, te prepoznali potrebu da se pomogne socijalnim kategorijama, u ovom slučaju pacijentima sa dijabetesom. Sa aspekta, odnosno sa ugla lekara, obolijevati od dijabetesa znači veliko odricanje, biti zavisan od insulina svakodnevno se suočiti sa eventualnim komplikacijama, biti toliko disciplinovan, a pritom svjestan činjenice o hroničnosti i neizlječivosti ove bolesti je veliki izazov kako za samog pacijenta, tako i za najuže članove njegove porodice. Zbog svega navedenog upućujem najiskrenije znake zahvalnosti organizatorima, odnosno tako je predstavnicima fondacije Troje tona, i donatorima Dini Ahmet i Ahmet Kurmemaj, koji i ove godine su nama ljekarima ostali privrženi, pouzdan partner u brizi za zdravlje i život naših pacijenata. A pacijentima poručujem da i dalje budu motivisani, disciplinovani i istrajni u borbi sa svojom bolešću, jer njihovo dobro zdravlje i njihov uspjeh iza nas znači, odnosno predstavlja izvor zadovoljstva. U ime žena Bara i u ime 250 korisnika naše kuhinje izražavam iskrenu i duboku zahvalnost humanitarnoj fondaciji Troje tona, njihovoj predstavnici gospođi Violici Lika-Čobaj, a posebno Dini i Ahmetu Kurmemaj na velikodušnoj i izuzetno značajnoj donaciji od 10.000 eura. Dragi dobrotvori, vaša podrška prevazilazi materijalnu vrijednost. Ona je izraz humanosti, topline i brige za zajednicu iz koje potičete. U vremenu kada su solidarnost i saosjećanje potrebniji nego ikad, vi ste dokaz da istinska dobrota i dalje živi među nama. Zahvaljujući vama i ljudima poput vas, naš rad u Narodnoj kuhinji opstaje već 7 godina. 7 godina uz topli obrok mi nesnađenom nepoznatom čovjeku pružamo nadu, snagu i vjeru u to da ničija muka nije za vazda. Hvala vam što ste uz nas, što prepoznajete naš trud i što svojim primjerom pokazujete koliko su humanost i ljubav prema bližnjima neprolazne vrijednosti. Unë vërtet e kam kënaqësi që mund të ju drejtohem në emër të Fondit Humanitar Troje tona dhe në këtë rast në emër të familjes Kurmemaj. Po ashtu do doja të falenderoj edhe kryetarin dhe nënkryetarin e komunës Ulqini që kanë gjetur kohë të jenë sot me ne dhe në një farë mënyrë që ne gjithë së bashku të përcjellim mesazhin e solidaritetit, bashkëpunimit dhe atës se si dhe çfarë mund të bëjmë ne të gjithë së bashku për të ofruar ndihmë aty ku është më së shumti e nevojshme. Unë do doja edhe një herë që t'i bashkojmë atyre falenderimeve të juaja për familjen Kurmemaj. Vërtet është një gest shumë i madh e gjithë kontributi i tyre dhe jo vetëm. Ato deri më tani kanë një donacion që është mbi gjysmë milioni euro, vetëm përmes Fondit Humanitar Troje tona, dhe ky donacion, kjo veprimtari është diçka që do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Edhe një herë,
më duhet që në emër të Fondit Humanitar Troje Tona dhe në emër të familjes Kurmemaj, t'ju falemderoj nga zemra. Kurse të gjithë fëmijëve, të gjithë të rinjve, që ballafaqohen me diabetin, ta din që nuk janë vetëm, dhe që gjithë bashkë mund të ofrojmë aq sa mundemi për njëri tjetrin. Faleminderit. Në kuadër të programit, nxënësit e shkollës të muzikës në Ulqen interpretuan disa pika muzikore, duke i dhënë aktivitetit një atmosferë të ngrohtë, të gëzueshme dhe plot emocion. Vin vaporat mojnane, bregu dhe ti. O dile shini mojnanas, qerte mreti. O dile shini mojnanas, qerte mreti. Për të folur më shumë rreth kësaj nisme të bukur, ne intervistuam përfaqësuesen e Fondit Humanitar Troje Tona, zonjën Vjollca Likaj Çobaj, e cila theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe përkushtimit ndaj fëmijëve që kanë nevojë për përkujdesje të veçantë. Kjo ndihmë humanitare do të thotë personave me diabet, në këtë rast fëmijëve dhe të rinjve deri në moshën 21 vjeçare, në fakt ka filluar para 3-4 viteve dhe kjo është hera e tretë që ne bëjmë shpërndarjen e donacioneve të tilla. Në këtë rast është organizuar në bashkëpunim me komunën e Tivarit, me çfarë unë do doja të falenderoja kabinetin e kryetarit të komunës së Tivarit, i cili na ka ndihmuar në organizimin e ditës së sotme, dhe po ashtu çfarë vlen të theksohet, pasi që këtë radhë kemi përfshirë edhe personat me diabet nga komunat tjera, jo vetëm të Ulqinit edhe Tivarit, por edhe Tuzit, Plavës, Gucis, Rozhajes, dhe
do doja me këtë rast të falemderoja dhe të gjithë bashkëpunëtorët tanë nga këto qytetet të cilët vërtet në bashkëpunim me shtëpitë të shëndetit, në bashkëpunim me mjekët nga shtëpitë të shëndetit kanë bërë të mundur që ne të kemi një listë, le të themi kështu, të personave me diabet të tipit 1. Në këtë rast unë do doja vërtet të falemderoj edhe koordinatorin për Fondin Humanitar Troje Tona, zotri David Junçaj, nga komuna e Tuzit, me të cilin do të kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer, si edhe me 2 mjekët tjerë të cilët vërtet na kanë ndihmuar. Sa është e rëndësishme mbështetja humane pra nga jashtë, por edhe këtu për fëmijët që vuajnë nga diabeti ose pra dhe për të rinjt? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme. Në fakt, ne nga njëherë kemi edhe nevojë për organizime të tilla, në një farë mënyrë që të bëhemi bashkë, të takohemi, të shohim se si e ka edhe jetën, përditshmërinë një person me diabet. Në këtë rast ne kemi pasur edhe shumë fëmijë dhe ajo çfarë mund të mësojmë në këtë rast është nga prindrit e tyre, cilat janë sfidat me ato me cilat përballen. Dhe janë raste të tilla pikërisht që na tregojnë që duhet ndoshta më tepër të njohim njëri tjetrin më afër, që t'ja kuptojmë edhe sfidat me çfarë ballafaqohet, problemet, telashet që kanë. E në këtë rast për personat me diabet është shumë më rëndësi që ato të kenë, le të themi kështu, edhe teknologjinë më të fundit, ajo çfarë mundet vërtet ju lehtësoj jetën e përditshme. Në që mund të flasim do thotë për sensorët, të cilët tashmë dihet që secili person me diabet e ka, le të themi kështu, si obligim që duhet ta ketë. Pastaj pompat e ndryshme që janë për pajisjen e trupit me insulinë, mungesën e insulinës. Dhe do të thotë e gjithë kjo kontribon në le të themi rritjen e një niveli më të mirë të jetesës së tyre, funksionimit të tyre të përditshëm. Po vetë prindërit janë shprehur të kënaqur dhe kanë patur mundësi që të gjithë sot të marrin pjesë këtu pranë për të marrë donacionet e tyre. Patjetër, unë dua të ndaj me ju edhe një le të themi kështu një rast nga hera e kaluar ku një nën të cilën e kemi kontaktuar që të vi dhe të marrë një donacion në një vlerë të tillë, dhe ajo le të themi me të vërtet ka qenë e shokuar, e surprizuar për mirë, saqë edhe vetë e thonte gjatë kohës që ka ardhur të marrë donacionin, thote nuk e kuptoj që dikush që as nuk na njeh, as nuk e din, vërtet e shkujtuar për fëmijën tim dhe do thotë ajo menjëherë shkrehet në vaj dhe tani në atë moment fillon edhe tregon peripecit. Dhe e bukura në këtë rast është që të mësojmë ne. Të mësojmë ne që ndoshta nuk e dim me çfarë ballafaqohen ato prind. Dhe çfarë do të thotë për një fëmijë sidomos që në moshë të vogël që duhet të ketë një regjim fare tjetër të ushqimit, të aktiviteteve që bën gjatë ditës. Dhe unë mendoj që kjo është një rast shumë i mirë që edhe ne vetëdijsohemi edhe në raste pse jo t'i gjendemi edhe më pranë, qoftë prindërve apo edhe fëmijëve. A do të zhvillohen aktivitetet të ngjashme pra në përmirësim të këtyre fëmijëve, por edhe nisma tjera të cilat të kanë për synim sensibilizimin? Patjetër, ne me Fondin Humanitar Troje Tona kemi pasur disa nisma, do të thotë duke ofruar donacione për familje nevojë, për jetim, pastaj për institucione, për spitalet, kemi pasur edhe për fëmijë me pengesa në zhvillim, dhe ky është edhe aktiviteti i radhës, le të themi donacioni i radhës që do të shkojë për fëmijët me pengesa në zhvillim, të cilat ndjekin qendra ditore në gjitha qytetet që veç i thamë edhe më herët. Pastaj planifikojmë edhe për spitalin e Tivarit diçka deri në fund të vitit të 2025 dhe pastaj vazhdojmë me vitin 2026 me nisma të ngjashme, të cilat me të vërtetë e shohim që janë të qelluara. Dhe për së fundi, një mesazh që mund ta përcjellni për të gjithë fëmijët dhe të rinj që përballen me këto vështirësi, por edhe për prindërit sigurisht. Nuk janë vetëm. Ta dinë që nuk janë vetëm dhe që ne aq sa mundemi mund të jemi bashkë dhe të bëjmë për njëri tjetrin. Prindërit shprehen mirënjohjen e tyre të sinqert për këtë nismë që jo vetëm ndihmon fëmijët me diabet, por edhe u jep atyre ndjesinë se nuk janë vetëm në sfidën e tyre të përditshme. Maria Gjurashević nga qyteti i Tuzit përmes TV-Bojin shprehu shkurtimisht falënderimet e saj shoqatës humanitare Troje Tona
dhe donatorëve Dina dhe Ahmet Kurmemaj për ndihmën e dhuruar djalit të saj, ndihmë që nuk matet vetëm me vlerë materiale, por me dashurinë dhe kujdesin që vjen nga njerëzit me zemër të madhe. Shumë jam e kënaqur, edhe falenderoj të më thënë trojet tona që janë humanitare edhe bashkë me familjen Kurmemaj, Zoti ja u ktheft me të mira, se për ne si prindja, për mua, liçnë për mua, e besoj edhe për ta tjerë është i përkrahje shumë e madhe. Dhe më thënë, mas parit që i kanë ndjenja për fëmijën tonë, për neve prindvet, veti falenderoj shumë. Me të mira ja u ktheshim. Edhe një mesazh për të gjithë fëmijët, pra nëse mund të jepni gjithashtu. Të jenë të tanë bashkut, dhe na si prindja edhe të ndihmojmë fëmijëve të arrisin në jetë, të mos të kuptojnë se diabeti numër 1 është i lgat, por do të thonë diçka që të mundin me jetua me ta, por me jetua normal, me isoj lirijet. Në përfundim të aktivitetit, pjesëmarrësit patën mundësinë të bashkohen një banketi modest ku u shkëmbyen falënderime, përqafime dhe shumë emocione njerëzore në këtë ditë të veçantë për fëmijët edhe të rinj që vuajnë nga diabeti. Shoqata Trojet Tona në Amerikë edhe një herë dëshmoi se dashuria për vendlindjen dhe ndjenja e humanizmit janë ura të qëndrueshme që lidhen shqiptarët kudo që ndodhen.